Meq shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gjithëve vitin e ri 2026 duke i dëshiruar gjitha të mirat në jetë dhe së pari shëndet, begati e mbarësi për juve dhe familjet tuaja. Po ma shka se ne kam shkru edhe para vitit ri çështjen e diasporës, prandaj po dua edhe njëherë ta përsëris, pasi jam vetë njëri nga ata që ka përjetu bukën e hidhur të Gërbetit, ku jam rrit me prindë që kanë punu jashtë në Zvicër, Lugano përkatësisht, kanton Ticinës. E ka njerëz që nuk e din çka është Gërbeti, çka do të thonë Gërbeti, edhe pisha folin edhe sa në katë kështu. Prandaj mos harroni se pa diasporën nuk ka mund të zhvillohet Kosova, as para lufte, nuk ka mund të mbahet lëvizja paqësore para lufte, nuk ka mund të organizohet lëvizja armatose në krye me UÇK-n, edhe pas lufte nuk ka mund të zhvillohet Kosova pa përkrahjen, pa mbështetjen e diasporës, e cila është e domosdoshme edhe sot, edhe vitin 2026. Prandaj kam thonë edhe përpara po e përsëris, pavarësisht se çfarë disponimi politik apo orientimi politik ka diaspora, kur mos e keshni, mos e gjykoni, pasi thjesht jeni të bo gabim dhe gjykoni vetveten, se diaspora është pjesa ma e rëndësishme e kombit tonë. Mos harroni, edhe gjatë luftës tonë të UÇK-s, shumë djem e vajza, shumë trima të mëdha na kanë ardhur edhe për diasporës. Mos të folum për ndihma që pa të ndihma s'u kishë luftu. Thjesht ajo është e ditme, nuk është në farë prolle. Prandaj, çka kam arritur me pa, që shumë ose nuk dojnë me pa, ose janë të orientuar si soi që dojnë me dhon karakter tjetër. Unë kum përcjell, kum pa zgjedhjet që majtën në non shkurt, edhe me 12 tetor, zgjedhjet lokale tash, po tash edhe 28 dhjetori. Do thotë ku është i kemi pas 2 zgjedhje qendrore, parlamentare dhe 1 zgjedhje lokale. Tash në zgjedhje lokale, diaspora fort nuk po përzihet. Në një farë mënyre, në zgjedhje lokale, ku ti zgjedh kuvendet komunale, zgjedh kryetarin e komunës e tjerë, diaspora po të thotë shumë thjesht, ti je në Kosovë, ti je në qatë qytet, ti zgjedh kryetarin tanë, ti zgjedh kuvendin tanë, kryni do punë shtëpisë që pari, kanalizima si sene, rrugë edhe me tjera s'ju përzihem se ju jeni të jetu. Po kur po vinë zgjedhje parlamentare, ata pa të thojnë shumë qartë, me drejtë, thojnë ka dalë, se edhe na kena hise këtu më shumë, neve na e dojmë Kosovë, na rrimë Kosovë, investojmë Kosovë, jetojmë për Kosovë, kena madhë për Kosovë, edhe normalisht ata vendosin me drejtën e tyre çysh dojnë me votu. Është e drejtë e tyre nëse ja mohon kërkosh. Edhe pse do shme menu. Prandaj ata po vendosin si po vendosin. Është çështje e diasporës, është e drejtë e tyre. Askush nuk ka drejtë me i përbuz atë drejtë tyre. Mbi çfarë drejtë e quhen toli njëri këtu thotë çysh diaspora po voton s'po voton. Po mbi çfarë drejtë ti pithu dikujt as voton. Njëjtë ose këtu mi thon dikujt, çka ka lidhje. Thotë është absurd. Mos ja mohoni, tek i fundi veti dia bani se diasporës reali shka voton tek voton, po mirë është mjero pak, me ec pak për toke, këta që pe kritikujnë diasporën, edhe me kuptu mesazhin e qartë, se çdo votim që do të bëhet për Kosovë, çdo vendimor që do të bëhet për Kosovë, diaspora ka me qenë pjesë e rëndësishme, ka me qenë pjesëmarrëse. Unë kam thonë më herët, kam pas shkrime që unë jam koni interesu me javlon diasporës në kuvend Kosovës vendet caktume. Pse mos mi javlon nëse janë 300.000 banorë të, pse mos mi javlon 10 deputet ose 5 deputet diasporës me pas përfatësim direkt diaspora. Edhe kjo mund të moralizu, realisht. Këtë opcionet janë të hapura edhe mundën moralizu, po thjesht me përsëris njerë, diaspora e ka të drejtën absolute me votu qysh të doj, këtë doj, edhe sa herë që mbon zgjedhjet. Prandaj mos
tentoni me i përbus ata që kanë kontribu dhe vazhdojnë me kontribu jashtëzakonisht shumë për krejt Kosovën. Ajde ju përshëndes, rënëv diaspora, rënëv populli shqiptar kudo që janë edhe këtu edhe jashtë. Ajde qao, urime e gëzuar 2026.